Mirë se ritakojmë sërish në këtë emision të përditshëm në muajin e begatë Ramazanit, në emisionin Muaji i Shërimit. Do të ndalemi sot në një tjetër aspekt të rëndësishëm, i cila duhet gjithsesi ta shërojë dhe ta kurojë zemrën tonë nga ato ngurtësitë, nga ato aspektet që e bëjnë zemrën të pandjeshme ndaj të mirës, ndaj të vërtetës, ndaj të duhurës dhe e bëjnë zemrën gjithashtu problematike në raport me lartësimin e saj në rrugtimin drejt Allahut të Madhëruar. Do të flasim si ta shërojmë zemrën e ngurtë dhe do kemi kënaqësinë që të dëgjojmë këshilla dhe orientime nga hoxha i nderuar Arsim Morina. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjeta, faleminderit, është kënaqësi. Hoxh, nëse flasim për zemrën e ngurtësuar dhe si ta shërojmë atë nëse është prekur nga kjo sëmundje, shpesh flitet se veçanërisht në këtë muaj pendimi është gjëja e parë që duhet të bëjmë kur bijem në gjuna, kur bijem në mëkat ose kur jemi përfshirë në po themi në sëmundje të caktuar të zemrës. Përse pendimi sinqert është themel edhe në shërimin e zemrës? Atëherë fillimisht shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithëve muajin e bekuar të Ramazanit, këto ditë dhe këto net të cilat jemi duke i kaluar dhe vetëm kemi filluar sadopak që ta përmirësojmë gjendjen tonë, ta përjetojmë Ramazanin, ta përjetojmë agjërimin, namazin, leximin e Kuranit. Andaj dhash Zoti xhaleshanu që ky Ramazan të jetë pikërisht ajo piknisja më bazike në të cilën ne do ta ndryshojmë jetën tonë. Amin. Do të fillojmë që ti përjetojmë gjërat pak më ndryshe. Është shumë e nevojës që të flasim për kurimin, për shërimin e zemrës, për shkak se ato gjatë jetës tonë ato psojnë edhe sëmundje, psojnë edhe ndryshime. Po ka momente që ashtu sikur se pjesa jashtme e trupit, për shkak se ne si njerëz jemi të përbërë nga pjesa fizike dhe nga pjesa metafizike. Çështja e zemrës në fokusin fetar, gjitha ato citatet nga Kurani dhe nga hadithet e Muhamedit alayhis salam, sikur e kanë për qëllim me çështjen e zemrës si ta shprehin si atë simbolikën e brendshme që e ka njeriu. Më thonë si që është qëllimi, si që është të menduarit, si që është ndërgjegja, emocionet, gjitha këto janë çështje të cilat ne nuk i prekim. Janë çështje të cilat ne nuk i shohim, mirë po gjithë ne i përjetojmë edhe gjithë ne i ndjejmë. Andaj aq sa kemi nevojë që të kujdesemi për pjesën e jashtme, pothuajse edhe më shumë kemi nevojë që të kujdesemi për aspektin e brendshëm tonin, nga se kjo është esencialja, kjo është bazikja. Pozita e zemrës, apo pozita anës së brendshme, në raport me trupin ton, ashtu siç e ka definuar vetë Muhamedi alayhis salam, është sikurse pozita e mbretit në raport me popullatën e përgjithshme. Andaj sa bukur na ka treguar Muhamedi alayhis salam, duke thënë se në trupin e njerëzit gjendet një copë e mishit, nëse ajo është e mirë, nëse ajo përmirësohet, andaj gjithë trupi do të jetë i mirë. Ndërsa nëse ajo është e prishur, nëse ajo është e sëmuar, nëse ajo është e lodhur, atëherë dhe trupi i njeriu, domethënë gjymtyrët nuk janë aktive, janë të lodhura, janë të dërmuara, janë pasive. Andaj është një kurim i zemrës, është një çështje shumë serioze, nuk është as pak e lehtë. Ndoshta kardiologët apo mjekët të cilët mirën me kurimin e zemrës, ndoshta kanë pak më lehtë se sa aspekti i brendshëm. Për shkak se është një çështje shumë e madhe, edhe kështu të ka cilësuar dhe vetë Muhamedi alayhis salam. Vjen një njeri te Muhamedi alayhis salam dhe pyet: "O i dërguari i Allahut, më trego cilat janë ato vepra që unë nëse i bëj, apo çka është ajo që nëse unë e bëj, do ta fitoj xhenetin dhe do të distancohem prej zjarrit?" Muhamedi alayhis salam ka thonë: "Faqat sa'altani an azim", thotë më ke pyet për diçka shumë të madhe, nuk është kjo diçka shumë e lehtë, apo nuk është diçka që ta jap një përgjigje dhe përfundon. Thët mirë po, edhe pse është e vështirë, thët fe innehu la yasirun liman yassarahu Allah. Thët është e lehtë për ata që u lehtëson Zoti xhaleshano. Andaj edhe na shpresojmë që inshallah Zoti na lehtëson. Inshallah Zoti na jep ndihmën e tij, edhe që secili prej neve, edhe ata që vuajnë, domethënë nga zemrat e ngurta, po edhe ata që kanë marrë përsipër që t'japin mesazhe, ti kurojnë njerëzit,
që Zoti Xhaleshanu na lehtëson se vërtet është një mision, është një çështje shumë serioze. Dhe sot ne gjithë ankohemi, padyshim, sot edhe fal Zotit Xhaleshanu jetojmë në një mirëqenie të mirë, jetojmë në një komoditet të mirë. Mirë po, zemra nuk është e mirë. Në zemër kemi ngjecje, kemi sprapsje, kemi sëmundje. Andaj shpesh nuk e përjetojmë edhe afërsinë e prindit për shembull. Nuk e përjetojmë edhe kënaqësinë me shokun. Nuk e përjetojmë edhe adhurimet të cilat ne i bëjmë. Andaj për këtë arsye është çështje shumë serioze. Fal Zotit Xhaleshanu që jemi në këtë muaj të bekuar, andaj duhet të shfrytëzojmë vendet e bekuara, duhet të shfrytëzojmë kohët e bekuara dhe mendimin e Zotit Xhaleshanu duhet t'ia ndalim. Për sa i përket pendimit është shumë e nevojshme për shkak se natyra jonë njerëzore. Zoti neve na krijoi si njerëz dhe natyra jonë është që ne jemi të prirë për të qenë të paditur. Pra jemi ignorant në parim. Dhe e kemi edhe tjetrën që jemi të prirë për më bërë padrejtësi. Dhe këto dy komponentat tona që janë si njerëz ka nevojë mi kuru. Andaj kush më bukur se sa feja i kuron këto. Kush më bukur se sa mësimet hyjnore e kalitin njeriun, e gdhendin njeriun, e përmirësojnë njeriun. Në radhë të parë, domethënë ajo e cila është mbreti i trupit, e që është zemra. Ne gjatë ditës, gjatë natës, gjatë jetës, gjithë ne mëkatojmë, gjithë ne bëjmë gabime, shkelim, pastaj ose edhe lëm shumë obligime, shumë detyra dhe pa i bërë ato. Andaj kemi nevojë vazhdimisht të pendohemi. Ndërsa në ditët dhe në muajt e veçantë, siç është muaji i Ramazanit, padyshim se kemi nevojë shumë më shumë. Andaj e lut Zotin Xhaleshanu që të gjithë ne të pendohemi sinqerisht tek Allah, ashtu siç na ka mësuar Zoti apo ashtu siç na thret Zoti. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi jamian apo tawbatan nasuha që shkon në citatet fetare. Pendohuni që të gjithë tek Allahu, kërkoni falje te Zoti për ato lëshime që i keni bërë, për ato ide të këqija të cilat i keni pasur në shpirtat e juaj, për atë çthurrje që e keni pas, për atë neglizhencë që e keni pas, për atë egon e juaj të vrarë që e keni pas, për atë rebelimin që e keni pas ndaj Zotit Xhaleshanu. Ka ardhur koha që në Ramazan secili prej neve ta lagim zemrën tonë, ta zbutim zemrën tonë, atë ngurtësinë që e kemi, sikurse është mbuluar zemra. Për shkak se mëkatet e shumta kanë bërë që zemra, domethënë, të bëhet sikurse ti vendoset një pëlhur, apo siç ka në hadith, kerran, domethënë të bëhet sikurse e zez, apo sikurse gota ujit, e cila në realitet shërben për të vendosur ujë apo diçka të lëngshme në të, ndërsa kur të kthehet në pozitën e kundërt, atëherë sa dush ti hedh ujin në të, apo qumsht, apo lang, apo çka dush, ajo nuk e pranon. Pra pendimi i vazhdueshëm e bën zemrën të zbutur dhe e ruar nga ky ngurtësimi, i cili pastaj bëhet i pandjeshëm ndaj urdhrave të Zotit ose këshillave të profetit Muhammed alayhis salam. Ndërkohë shpesh ju përmendet mjekët e zemrave, kardiologët, cilët merren me anën, po them, biologjike të zemrës. Dhe ata shpesh kur japin medikamente, ato medikamente zakonisht e shoqërojnë gjithë jetën e njeriu. Njeriu nuk guxon të lërë ato asnjë ditë. Ja, vërtet. Namazi është një medikament që besimtari ushqehet me të çdo ditë dhe do duhet që të mos ta lërë asnjë ditë këtë medikament. A ndikon namazi rregullt në një zemër të zbutur dhe në kurimin e ngurtësive të saj? E lirë vëlla, problemi ekziston se ne sot jemi të bombarduar nga informacione të ndryshme. Çdo njeri sot ka shumë informacione. Dhe të gjithë besoj që kuptojnë rëndësinë e namazit. Dhe problemi është se kur kemi të bëjmë me disa persona, apo dhe vetë ne për shembull, me ngurtjen e zemrës, ne i sugjerojmë njerëz për shembull, në radhë parë vetveten tonë, pastaj edhe njerëzit, që të fillojmë më një herë në praktik, për shkak se ai përmirësimi i madh nuk vjen më një herë, po duhet hap pas hapi. Këshillat fatkeqësisht shpesh hasin në vesh të shurdhët. Sikurse mjeku për shkak siç e thekë shumë mirë. Nëse mjeku i cili e ka kuruar një zemër me lejen e Zotit dhe ka japur një terapi, ajo terapi në mënyrë të vazhdueshme duhet mu përfill për shkak. Ndërsa për sa i përket aspektit fetar, aspektit shpirtëror për shkak, e shohim se njerëzit për shembull e fillojnë një herë, e marrin një guxim, e kanë një vroll të mirë, po pastaj i kap një farlloj plagështie, i kap një farlloj neglizhence. Pastaj përsëri i kthehen ato probleme të cilat i ka pas. Andaj për këtë arsye duhet të pas vazhdimsi në lidhjen tonë, të lidhim zemrat tonë me Zotin Xhaleshanu. E kush më mirë se sa namazi? Namazi i cili është një obligim ditor, i cili 5 herë në ditë sigurisht është një seancë
enkas që Zoti xhaleshanu kërkon mu taku me ty. Do thonë Zoti është ai i cili e ka caktuar kohën, Zoti është ai i cili e ka bërë terminin dhe Zoti është ai i cili ty të thret. Andaj ti duhet më përgjigj Zotit. Edhe me sinqeritetin më të madh, me përgatitjen tonë emocionale, me përgatitjen tonë fizike, edhe mund dal në seancë edhe që të komunikosh me Zotin xhaleshanu. Kjo është efekti i namazit. Sa bukur na ka thonë Muhamedi alayhis salam, sidomos që ka pas nevojë shpesh ta freskoj zemrën e tij, i ka thonë Bilalit radiallahu ta'ala anha, "Erihna bis-sala." Ka thonë na qetëso zemrat tona, na kënaq zemrat tona, na rehato zemrat tona me namaz, duke thirrur ezanin, duke na thirrur domethënë në këtë ritual. Ndaj gjitha ritualet fetare, pothuajse e kanë këtë qëllim. Namazi, agjërimi, haxhi, të gjitha e kanë këtë qëllim. Përmendja e Zotit xhaleshanu në mënyrë të vazhdueshme e kanë qëllimin që zemra jonë të jetë aktive, që vazhdimisht të jetë gjallë, që vazhdimisht të ketë ndjenja, të ketë ndërgjegje, e pastaj me lejen e Zotit xhaleshanu kjo zemër pastaj do ta bëj tër trupin që të jetë aktiv, që të jetë i gjallë dhe që të jap fruta të ndryshme. Pra, ne kur i përgjigjemi ezanit, i cili pjesë të tij kanë ejani në namaz, ejani në shpëtim, a është ky dhe shpëtimi i zemrës apo nuk kupton vetëm shpëtimin po themi zjarrit të xhenemit e botës tjetër, pa është dhe një shpëtim që njeriu e përjeton dhe në jetën e kësaj bote? Kjo është interesante për shkak se në fen tonë ne nuk mundemi ndo aspektin e brendshëm edhe aspektin e jashtëm. Andaj duke e fuqizuar aspektin e brendshëm, duke e fuqizuar edukimin e shpirtit, edukimin e zemrës, duke e bërë zemrën të jetë aktive, të jetë e gjallë, të jetë me vetdije, atëherë padyshim se janë dobit edhe të kësaj jete, janë dobit të shumta, të cilat na e ndim veten në disponim, jemi të lumtur, dim të menaxhojmë krizat tona ditore, dim ti tejkalojmë ato sprova të cilat çdo njeri ballafaqohet, edhe dim të menaxhojmë në mënyrën më të mirë ato anë pozitive ose ato gëzimet e jetës të cilat janë. Për shkak se kjo është ajo ekuilibri i zemrës së besimtarit që edhe në pozita të vështira din se si ti tejkaloj, edhe në pozita të mira apo në gjendje të mira, në mirëqenie, din besimtari se si të jetë mirënjohës, si të jetë falendrues ndaj Zotit xhaleshanu. Dhe kjo bën atë ekuilibrin më të mirë të njeriut. E kjo më së miri, më së bukuri dhe më së interesanti, domethënë ne e projektojmë, vetëm fillojmë që ta projektojmë gjatë muajit të Ramazanit. Për shkak se Ramazani është kjo pak kohë e madhe, e cila na vjen neve me gjitha këto oferta që na ofron domethënë këtë lumturi, edhe këtë harmoni shpirtërore, edhe këtë qetësi që ne e projektojmë edhe me gjitha ato vështirësi të cilat janë normale. Për shembull, të qëndrojmë pa ujë, të qëndrojmë pa bukë, të qëndrojmë me orë të tëra duke u falur, duke lexuar Kur'an, me gjitha këto në fund e marrim një kënaqësi e cila ndoshta edhe nuk ka mundësi që përshkruhet me fjalë. Me të gjitha ky është dhe muaji i leximit të Kuranit, ku besimtari lexon Kur'an për sevap në farë mënyrë, pasi çdo gërm aty ka sevape të mëdha, po ndërkohë edhe shijon recitimin e Kuranit, tingujt e Kuranit dhe gjithçka gjendet brenda saj. A duhet që Kuranin ta lexojmë edhe mbi të gjitha për kuptimet e tij, për të kuruar të brendshmën dhe zemrën tonë dhe jo thjesht atmosferën e përgjithshme? Kurimi të Kurani është një libër i veçantë. Duhet ta kemi një qasje pak më ndryshe. Duhet çdo besimtar, çdo njeri i cili e kap Kur'anin në dorë, duhet ta kuptojë se ka kap diçka madhështore. Ka kap diçka që është hyjnore. Që ne muslimanët jemi shumë krenar që kemi ende diçka që e kemi që është hyjnore, është fjalë e Zotit xhaleshanu, edhe është e freskët. Andaj ky Kur'an nuk duhet thjesht të lexohet pa kaluar apo pa u ndalur në ajetet, në vargjet, në mesazhet dhe në porositë të cilat i jep. Andaj Kur'ani nga natyra e tij ka tematika të ndryshme, ka histori, ka ngjarje, ka ndodhi, na flet për jetën në këtë botë, na flet për jetën tjetër, na flet për xhenetin. Për shembull, kur ndalemi dhe notojmë së bashku me tregimet e pejgamberëve, nuk mujmë me kalu ka tregimi Musës alayhis salam, gjithë ato peripecitë të cilat i ka pas, qoftë i vogël, qoftë kur është rrit me faraonin, pastaj kur është dëbuar prej Egjiptit, kur ka ardhur pastaj vështirësitë që i ka pas me Banu Israilët, që Zoti xhaleshanu shpesh na flet në detaje për këto përjetime të cilat i ka pas Musa alayhis salam. Për shembull, ne kemi tregimin me Khidrin
alayhi salatu wassalam. Ato momente interesante që Musa alayhi salam një ditë duke folur para masës. Edhe njëri prej izraelitëve fasionohet pas fjalimit të Musës alayhi salam. Dhe thotë: "O Musa, a ka në tokë ndonjë njeri më të mençur se sa ti, më të dijshëm se sa ti, më koherent se sa ti?" Musa alayhi salam jep një përgjigje shumë të shpejtë. Edhe plotësisht ka pas të drejtë që të thotë kështu. Thotë: "Unë jam më mirë, unë jam më oratori, unë jam më dituri." Për shkak se ai ka qenë pejgamber. Po Zoti deshi që ta edukoj. Për shkak se ka qenë e udhës, të thotë se Zoti është më dituri. Andaj Zoti tha: "Është një rob i imi që ka dije për të zënë ti s'ke haber." Andaj kjo ngjalli kurreshti në Musës alayhis salam që të kërkoj nga Zoti të takohet me Khidrin në këtë rast. Edhe tregimi pastaj vazhdon, edhe ato gjërat interesante, disa mrekulli të cilat i ndodhen. Andaj kur ne e lexojmë këtë tregim, i cili gjendet në surën Kehf për shembull, që e lexojmë çdo javë, andaj nuk duhet me kalu këtë tregim pa e përjetu, pa ndje, edhe pa ndal, edhe siç i neve ta sheh Kur'anin si pasqyrë. A thu vallë sa kanë diku ky Kur'an tek unë. A thu vallë ta të kalojmë atë nivelin se a jam duke e lexuar mirë apo jo. Për shkak se ky nivel duhet më të kalu të muslimanët. Edhe duhet marrë tek niveli 2 e 3, sa jam unë në gjendje mi kuptu mesazhet, porositë e Kuranit, e pastaj më mundu që ti jetësoj në jetën time të përditshme. Këto mesazhe besoj mund t'i lexojmë edhe shqip, pasi jo të gjithë kanë mundësi që ti kuptojnë në gjuhën arabe. Besoj edhe në gjuhën shqipe mund të reflektohet, mund të meditohet rreth mesazheve kuranore. Patjetër, gjuha shqipe është për ta kuptuar Kuranin. Mirë, pa ajo e cila është bazike, duhet që ta lexojmë në gjuhën origjinale, ashtu siç e ka zbritur Zoti xhallahu. Për shkak se ndonjëherë them, është fjala e Zotit, është pasunia më e madhe që ne muslimanët e kemi. Andaj çysh ta neglizhojmë këtë? Në këtë muaj, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Në këtë muaj ka zbritur Kurani. Në këtë muaj e ka fillimin çdo gjë. Andaj çdo gjë dhe ne ta konsiderojmë këtë muaj, Ramazanin, si një muaj shumë interesant, një muaj shumë madhor, duke ngjizur agjërimin me Kur'an, me namaz, edhe me lutje, me dhikr, me gjitha punët e mira, me bamirësi, me solidaritet, të qenit afër me njëri tjetrin, ka dalë pastaj do të filloj ky muaj që ta ndryshoj karakterin ton, ta ndryshoj zemrën ton, ta ndryshoj karakterin ton. Edhe na kështu pastaj kena bëu besimtar të mirë, kena bëu njerëz të mirë, që do të jemi të dobishëm për vendin, për familjen dhe për shoqërinë njerëzore në përgjithësi. Shpesh po themi acarimet, mërzitjet, inatet që grumbullojmë dhe akumulojmë brenda vetes, vijnë për shkak të menduarit të tepërt, duke ndoshta kur kemi kohë të lirë, mendja shpesh nuk njeh kufi dhe mendon pafund dhe mendon gjëra që janë të dëmshme dhe për zemrën dhe për shpirtin. Ndërkohë besimtari këshillohet që sa herë ka mundësi, sa herë ka kohë të lirë të bëj dhikr, të madhëroj dhe të falenderoj Zotin. A është dhikri një kurrë e mirë për ta ruajtur zemrën nga ngurtësia ose për ta zbutur, nëse ajo është përfshirë nga ngurtësia? Ala bi dhikrillahi tatmainul qulub. Allahu thot në Kur'an, a nuk i zbut zemrat përmendja e Zotit xhallahu. Qysh nuk i shëron, patyshim se i zbut, i lëngon, i bën të ndjeshme. Allahu thot në Kur'an, Allahu anzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Zoti e ka zbritur këtë libër, i cili është mrekulli. E me leximin e këtij librit, pastaj do të lëkunden zemrat, do të ngjallen zemrat. Përmendja e Zotit xhallahu, e që kulminantja është që ne e përmendim Zotin duke lexuar Kur'anin. Mirë, po dhe jashta Kur'anit, sa më shumë që ne e përmendim Zotin xhallahu, andaj fillon zemra me një lloj varësie nga Zoti xhallahu. Kur themi fjalën Allahu Akbar, e themi me bindje që Zoti është më i madhi. E themi me bindje që ne vetëm atë adhurojmë. E themi me bindje që pasi që është më i madhi, vetëm atij i mbështetemi. Dhe pastaj Zoti do t'i marr përsipër të rregulloj çështjen e jetës time për shembull. Nga mëngjesi kur gdhim në mëngjes, themi elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Të falenderojmë ty o Zot, të përmendim ty o Zot që më ringjallë pasi që isha i vdekur. Pastaj kur fillojmë të ham, të bëjmë ndonjë veprim normal, themi bismillah, me emrin e Zotit. Zoti jep bereqet. Kur dalim nga shtëpia jon duke thonë bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillah, me emrin e Zotit, jam mbështetur tek Zoti, nuk ka lëvizje dhe nuk ka fuqi përveç Zotit. Dhe shumë interesante se pastaj kur ne e bëjmë këtë dhikr dhe kur ne e përjetojmë,
kur ne e themi me ndjenja, kur ne e themi duke e medituar këtë dhikr, atëherë çka thot shejtani? Thot këtë person leni se është në dorë të Zotit. S'kam çfarë i bëj. Dhe ju thotë atyre shejtanave të tjerë. Andaj edhe ne të dalim nga shtëpia duke e përmend Zotin, duke pas një zemër të pastër, duke pas një zemër të qetë, me lejen e Zotit xhaleshano do të jetojmë me nder, do të jetojmë me dinitet, do të jetojmë me fuqi, do të jetojmë me vullnet dhe do të jemi pikërisht ata që pastaj çdo vështirësi e jetës do ta kalojmë për shkak se jemi mbështetur në Allahun subhanuhu teala. Duaja kur të him në shtëpi, kur dalim nga shtëpia, duaja gjumit, dhikrit, të gjitha këto janë në kuadrin e dhikrit. Andaj sa më shumë ta përmendim Zotin xhaleshanuhu, vetëm se nëse e marrim si shembull figurativ, andaj vetëm fillon që ta lëkundim zemrën. Sikurse nëse është bërë një perdë ose një fortifikat nga betoni, andaj me që kanë me lejen e Zotit xhaleshanuhu do ta them. Dietarët kanë porositur shumë, ulemaja kanë porositur shumë përmendjen e Zotit xhaleshanuhu. E kanë filluar me Kur'anin, për shembull, që është dhikri më i madh. Kanë thonë shkas për ta shëruar, për ta kuruar zemrën e ngurtë është leximi i vazhdueshëm i Kur'anit. Pastaj kanë thënë është namazi i natës. U çu natën për hatët Zotit më fal. E që shqyr Zotit tash gjatë Ramazanit e kemi mundësinë e faljes së taravis, e kemi mundësinë e faljes së namazit të natës për shembull. Pastaj kanë thënë pjesa e tretë e natës, që është shumë interesante. Pjesën në të cilën zbret Zoti xhaleshanuhu, mi lut Zoti xhaleshanuhu, mi falendëru Zotin, mi përmend Zotin. Zoti zbret për neve, enkas për neve. Pastaj kanë thonë edhe të shoqërohesh me njerëz të mirë, më shoqëro me besimtar të mirë, më shoqëro me njerëz të cilët të ofrojnë ngrohtësi, të japin vullnet, të motivojnë, janë modele të mira. Pastaj kanë thonë që më largu edhe për gjërave të cilat janë, për shembull e kanë përdorur një standard, kanë thonë më largu prej ngopjes me ushqim. Nuk është vetëm thjesht ngopja me ushqim mirë, por është që të distancohemi nga lukset e tepërta të cilat sot janë duke na munduar në jetën tonë. Andaj shpresoj te Zoti xhaleshanuhu që gjatë këtij muajit Ramazanit, secili duke u angazhuar, duke u përpjekur, alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Thot Zoti xhaleshanuhu, kush përpiqet, kush angazhohet dhe kush e çet një hap përpara, me lejen e Zotit thotë ne do t'ia lehtësojmë atij. Andaj edhe thash në fillim, nuk është proces i lehtë, është shumë delikat, mirë po me lejen e Zotit xhaleshanuhu, ku të përpjekem, ku të angazhohem, secili për neve, Zoti do të na ndihmojë me lejen dhe me vullnetin e tij. Shumë probleme të aspektit emocional, të aspektit mendor, shpesh janë probleme të zemrës dhe të përjetimeve. Në shumë praktika, vullnetarizmi duke ndihmuar të tjerët, duke bërë vepra të dobishme për komunitetin, është vërtetuar që ndikon shumë te gjendja emocionale e njerëzve të cilët vuajnë, po themi nga problemet e shtetit mendor, po ata të cilët janë komod, po duan që ta ngrenë nivelin, po themi emocional të vetes. Ndërkohë ne nuk e kemi thjesht për emocion, por se e kemi shumë fizike dhe shumë të lartë si vepër. Synojmë hatrin e Zotit, synojmë shpërblimin e Tij dhe synojmë mirësitë e Tij. A duhet që të angazhojmë veten me vullnetarizëm, me dobishmëri ndaj të tjerëve, edhe për të kuruar zemrat tona dhe jo thjesht për të shërbyer njerëzve? Sa më fat që jemi musliman. Sa të nderuar jemi që na udhëzoi Zoti në këtë fe, e që e kemi një pejgamber i cili është modeli jon, është shëmbëltyra jon. Edhe i mjafton një muslimanit, një njeriu thjesht vetëm që ta gjurmoj pak biografinë e tij dhe do të gjej çdo gjë. Ka ardhur një njeri te Muhamedi alayhis salam dhe është ankuar dhe i ka thonë i dërguar Allahut, se ankona thotë se zemra ka filluar më ngurtu, është bërë zemra e vrasht, është trembelu zemra ime. Edhe a ka diçka që ma zbut këtë zemër? Muhamedi alayhis salam jep dy udhëzime shumë interesante. Thot in ahbabta an talin qalbak, thot nëse ke dëshirë që zemra jote të zbutet, thot shko dhe fërkoj ndonjë kokë të jetimit. Këtu është ai kulmi i solidaritetit, këtu është ai kulmi i bamirësisë. Do thonë, Muhamedi alayhis salam e këshillon, e sugjeron që ta bëjë një vepër shumë interesante, ku i jetimit. Që ndoshta një jetim, ndoshta edhe ka gjendjen materiale ka të mirë. Do të thonë ka një mëshirë të mirë ndoshta, ka trashëguar pasuni nga prindi që i ka vdekur ose nuk e ka përmend Muhamedi sa më shko dhe ushqe, mirë po thjesht shko dhe lëmoje kokën e tij. Për shkak se njerëzit sot kanë nevojë për këtë afërsi. E kush më shumë se sa jetimi, që për disa momente, për disa çaste, t'ia ofrojmë ne atë ngrohtësi që atij mungon. Duke lëmuar kokën e tij, duke qenë afër tij,
duke u afruar, jo thjesht vetëm duke jap një donacion nëpërmjet shoqatave bamirëse, të cilët fatmirësisht kemi të shumta dhe që me ndërshmërinë më të madhe dhe me korreksinë më të madhe e kryen këtë mision. Mirë, po ndryshe është nëse ti shkon. Pra mirë është të përfshihemi vetë në këto po themi aksione, në këto pa marrë parasysh çfarë statusi shoqëror ke. Pa marrë parasysh çfarë statusi shoqëror ke, duhet njëri mi eduku veten që në situatat e caktuara më shku edhe direkt te jetimi. Mja lëmu kokën edhe përveç jetimit pastaj kemi nevojë që të shkojmë tek afërmit tan, tek axhallarët, dajet tan, tek hallat, tek vëllezërit, tek motrat. Ramazani është mundësi e artë. Ramazani është mundësi e artë. Një iftar, një mesazh më dërguar me telefon, e kështu të më radhë. Thjesht përpiqemi që ne të bëjmë diçka. Të bëhemi bamirës në këtë aspekt. Përveç aspektit material parave, mirë po edhe në këtë aspekt në afërsisë. Pastaj i ka thonë Muhamedi sa, "Wa antu tarimul miskin", që ta ushqesh një nevojtar, e që sa shumë ka. Andaj të përpiqemi që vetë ti bëjmë to. Bamirësinë kur ne e bëjmë, nuk e bëjmë me qëllim që t'i ndihmojmë të tjerëve. Mirë po në radhë parë do ta kemi në qëllim shumë fisnik. Për shkak se ne kemi nevojë të ndihmojmë vetvetes tonë. Ne kemi nevojë që ta largojmë egon tonë. Ne kemi nevojë që t'i tregojmë nefsit tonë, shpirtit tonë, t'i tregojmë se unë të mposhti kur unë du, jo kur ti mu më ngacmon ose kur ty të joshës. Lakmia, gjitha ato, domethënë janë smundje të cilat janë në zemër. Andaj me bamirësi, me lejen e Zotit xhallahu, dhe kjo është njëra ndër ato objektivat kryesore të muajit bekuar të Ramazanit, të agjërimit në veçanti, për shkak se e bën njërin më solidar. E bën njërin që të jetë më i kujdesshëm, e bën njërin që të jetë tesnë për tokë, edhe të sheh edhe të tjerë se si jetojnë. Në aspektin e shpirtit, në aspektin e zemrës, gjithmonë duhet të miksyr ata të cilët janë më të ngritur se sa ne, dhe të mundohem ti emitojmë ata në fisnikri, në bamirësi, në punë të mira. Jo t'i këshyrim ata të cilët janë më të ulë se sa ne. Mos na kap një farë vetë kënaqësie, mirë po të përpiqemi që secili prej neve ta përmirësojmë veten tonë. Ju thatë se pendimi ndikon tek zemra, namazi i rregullt, leximi dhe meditimi i Kuranit, përmendët dhikrin, përmendët dhe duat në këtë muaj. Po ndërkohë profeti alayhis salam ka bërë dua specifike në raport me zemrën, pra e ka veçuar zemrën në duat e tij. A mund të përmendim ndonjë prej duave ku profeti alayhis salam i shlutur Zotit veçanërisht për zemrën e tij, dhe a duhet që në këto ditë ku duaja është e pranuar të lutemi specifikisht për zemrën dhe jo thjesht në aspektin e përgjithshëm? Kemi shumë dua, sidomos në duan e kunutit, edhe unë shfrytëzoj rastin që t'i nxjis të gjithë që ku ta falim namazin e taravis, ku ta bëjmë lutjen e kunutit, që ta shfrytëzojmë rastin t'i bëjmë këto lutje, për shkak se këto janë për ne. Dhe ku më mirë se sa në Ramazan. Duaja është Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o ti i cili i rrotullon zemrat. Forcoje zemrën, në atë kuptimin, bën zemrën të qëndrueshme në fenë tënde. Pastaj Muhamedi alayhis salam ka thonë, o Zot, Allahumma inni a'udhu min aynin la tadma wal qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Thot o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të mos kem sy që nuk qan, e të mos kem zemër që nuk frigohet, e të mos ket ego apo nefs që nuk ngopet. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. O Zot, pastroj shpirtat tonë, pastroj zemrat tona, pastroje nefsin ton dhe udhëzoje që të bëhet e devotshme. Andaj edhe para iftarit, po edhe gjatë namazit të taravis, edhe kur qëndrojmë në sejdë, në namazet vullnetare, t'i bëjmë këto lutje për shkak se është nevojë që ne në radhë parë të japim prioritet çështjes së brendshme, çështjes të shpirtit, çështjes së zemrës e pastaj edhe pjesës tjetër të trupit. Por Zoti shpëlbef për to këshilla, për këto orientime, Zoti ju nderoft. Edhe juve Zoti shpëlbef që na japet mundësinë që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të japim një mesazh, Zoti na pranoft të gjithëve. Amin, ishte kënaqësi. Për miq, këto ishin minutat e takimit sot, folëm për disa këshilla, ofroi Hoxha për shërimin e zemrës, për zbutjen e saj, dhe në përfundim të saj përmend disa dua profetike që së paku në shqip ti mësojmë dhe ti përmendim në lutjet tona, në duat tona, sepse vërtet me ato është lutur më i miri i njerëzimit dhe ato kanë qenë frymëzim hinor për atë dhe mësim për gjithë ne si pasues të tij. Unë falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofshim.